miq, mirë se erdhët një tjetër vlog. Jemi në Kolashin, kemi ardhur për të kaluar disa ditë këtu. Jam me Baton, jam me Hekrin, jam me Lumen. Jemi bërë një grup kështu dhe unë vazhdoj të nxjerr nga koha. Jemi te Swiss Hotel Resort Kolashin. Fillimisht kam pritur derisa të bëhej check-in sepse kisha arritur shumë shpejt këtu dhe Hekri me Lumen shkuan skionin dhe ndërkohë më kalova pak kohë me Baton, siç e pat hyrjen. Dhe tani le të bëjmë një room tour, t'ju tregoj pak se sa e bukur është dhoma, më saktë apartamenti ku ndodhemi, sepse është një apartament me dy dhoma, është suita tipike e Swiss Hotel Resort dhe vazhdoj nxjerr tym. Vendi shumë i bukur, jemi tek pista e re. Jemi mund në fund të pistës, fëmijët po luajnë, jemi mes pemësh, nuk kam çfarë të them tjetër, është shumë bukur. Room tour në Swiss Hotel Kolashin dhe t'ju tregoj pak nga suita që kemi. Dyra e parë, faleminderit për këtë welcoming nga Swiss Hotel team. Shumë nice. Thot a very warm welcome to you. Dhe thot që është një kënaqësi e madhe që do ri këtu në Swiss Hotel Resort Kolashin dhe mezi presin që të kujdesen për ne. Dhe unë mezi kam pritur të vi në këtë fundjavë këtu dhe më pëlqeu shumë edhe kjo do ta mbaj si kujtim, që sa bukur kartolin dhe stil vintage. Ndërkohë dëgjoni në sfond Baton, por të kalojmë tek dhoma. Ky është salloni dhe është shumë i madh. Dhe gjithashtu kemi një kuzhinë. Ka çdo gjë të nevojshme, nga uji, kafja dhe disa snacks. Dhe kjo është perfekte për ne që jemi me fëmijë të vegjël, por jo vetëm. Doni të kalojmë tek pamja apo tek dhoma fillimisht? Hajde. Kjo është dhoma e Lumit, sepse në këtë udhtim jemi bashkë me Lumen, që do t'ja u prezantoj, pastaj ja kam prezantuar, po do themi hi pastaj. Kjo është dhoma e Lumit, që është një dhomë dyshe me banjo. Tadan! Dhe që ka goxha e madhe, se tani hyra brenda. Ja dhe unë. Hekri ka skiu. Kameramani. Dhe ndërkohë t'ju tregoj pamjen. Pamja është direkt tek pista. Kjo është pista e re që është bërë. Dhe shikoni jeni në mes të pemëve, të pistës, keni mundësi dhe të rini këtu. Tani ikim te Baton. Sigurisht edhe salloni ka pamje, kemi pamje në të gjitha anët. Dhe tani Lumi me Baton po luajnë. Ja. Batu. Dhe kjo është dhoma jonë. E Lumi Bat. ka qellu banjo më e madhe. Fati jonë. Dhe këtu është pamja dhomës tjetër, që sërish është tek pista. Arkitektura është tipike altine, me disa prekje edhe moderne. Është shumë interesante. Dhe është e ngrohtë. Dhe elementet e drurit sigurisht nuk mungojnë, përveç se dhe këshire dollapet që nuk duken, që më pëlqejnë shumë. E keni mbrapa Hekri dollapin. Okej, pra, tani do ndrohemi, sepse menduam të shkojmë tek pista, me që unë dhe Batos kemi dalë akoma, dhe djem të bën snowboard pak, dhe pastaj tek spaja. Jam duke parë lozur me Baton dhe shikoheni sa çdo detaj ka këtu. Kjo është për të pastruar këpucët, kishte
Pemë gjilpër në rast se është shkepur ndonjë gjë, sepse sigurisht me ski qas mund të ndodhë, dhe ja shikoje, hape bato. Në shumë edhe fotot e vjetra që kishin vendosur në interior, edhe ato më pëlqen shumë. Po, këtu ka filluar Bato të shkruaj, kutija me facoleta, pastaj siç ju tregova dhe pak më parë, të jepnin çdo gjë nga çaj, kafja, ujë. Dhe gjithashtu edhe ka. Realisht nuk mungon asgjë në këtë apartament, edhe më pëlqen shumë që i kanë menduar çdo detaj, përveç se sa po hyn vjen një aromë shumë e mirë e ambientit, dhe temperatura sigurisht është e ngrohtë dhe po Bato ka hiq çorapet, imagjinoni. Na sollën edhe valixhet, po i merr Hekri. Kemi shumë valixhe, uçë dhe lumi. Edhe traktori i Batos. Okej. Vazhdojmë prap. Kemi më? Mbaruam. Jo për gjë njerëz, po Bato me rroba skije, unë me rroba skije. Po fix. Kështu që plus tani po bëhemi gati dhe do dalim që të skijojmë, të paktën të rrëshqasim pak dhe të pimë ndonjë gjë përpara se të shkojmë darkë. Doja t'ju tregoja edhe detajet në banjo, shikojeni, me brendet më të mira. Ky është seti që do veshi Bato për bor, që i ka të dyja bashk. Kjo është bluza termike që i ka marr, dorezat, edhe gjupi sipër. Unë ndërkohë jam me lumin këtu. Nuk ka problem. A rëshket? Go! Vëm bashkë, a i ka më pantallonat Hekri. Ka ato të snowboardit. Plasën bastet. Shire si është pista pa njerëz. Dhe ndërkohë jemi tek ky bari. Ja dhe hoteli ku qëndrojmë, që është siç e thash tek pista dhe tek bari, që është shumë praktik për fëmijë. Ose për ato që nuk duan shumë lëvizje, duan skijojnë, duan të kënaqen dhe kështu me radhë. Si duket kështu si kartolina. Nuk patëm fat sepse hajbari që donim të pinim diçka u mbyll, dhe tani ndoshta shkojmë në qytet, shohim të qyteza, domethënë më shumë. Jemi gati për të testuar span. Jemi vesh të gjithë me rob tishan edhe Bato se ka marrë nga shtëpia. Faktikisht, edhe duket shumë cute. E kishte zënë gjumin makinë dhe u detyruam me zgjuam dhe ishte si ermë. Dhe kemi pritur gjysmore sa pushon të dilte pa nga ermi. Tu që ka palestra që ka shumë bukur.
kam bërë një gabim shumë të madh sot, kam marrë pa kostum, kam harru kostumin, kështu që unë erdha t'i shoqëroj, por nuk do e heq të rrobdyshanin. Kështu që Lumi më gjeti një puf që unë të rritë pres. Vjem që rrënaqen. Gjitha lëndë dhe ja u preva me letër. Dolëm me spaja, ja, jam me baton, e lava, e thava, e ndrova dhe jemi duke ikur për të ngër dark. Gjatë kohës që do qëndrojmë tek hoteli, kemi të përfshirë dhe mëngjesin dhe darkën, kështu do shohim se si do jetë darka sot. Kam marrë këtë, faktikisht më kanë dhuruar një shoqe ime dhe do t'ju tregoj se sa e mirë është kjo gota e përbaton sa po tulem. Ndërkohë vazhdoj me këtë likoplast. Disa nga gjëra që kemi marrë këtu. Ndërkohë jemi në fundit, më duket që kemi ardhur sepse tavolinat u boshatisën edhe kështu. Ndoshta nëse duhet vim pak më herët. Tani doja të tregoja pak këtë gotën që nuk derdhet. Ngado që ta rrotulloni, pra fëmia nuk do bëj dëme. Dhe hapet, nuk e hap do tani se kam pikishtin e vrarë. Kjo është në stainless steel, pra shumë i sigurt. Dhe e hoqe mirë, hoqe shapkat. Dhe fëmia pim pa e derdhur, pra do shpëtoni nga dëmet që bëhen në shtëpi. Unë kam një hap që përdor dhe shpëtim se vdiqja duke larë mbulesat e divanet, tapetin, çdo gjë. Erdha. Kolashin. Jemi quar në 6 sot, që është gjë shumë e mirë, se kemi fjet pak më shumë. Se bato vazhdojnë në qohet. Do t'ju tregoja këtë pijamat e mia që i kam marrë. Nuk e dija mund t'i shihni, do vi këtu në divan. Tadan! Mendoja se do ishin pak më të trasha, po nejse do jenë të sezonit pranver-ver, edhe janë shumë cute. Edhe pse unë s'para blej gjëra roz. Dhe këni vënëre. Bato është knaq shumë dje. Shumë, u knaq në borë, nuk donë të fute brënda, u knaq në spa, nuk donë të ditën nga pishina, zot, më thënë një i ka pëlqyer shumë. Sot doja ta hypja në ski bato nëse në snowboard, por është pak po bie shumë borë dhe po fryje shumë erë. Një si tip stuhie e vogël fare, por gjithsesi kështu klima shumë bukur. Dhe ju thash dhe dje që pozicioni i hotelit është perfekt. Nuk e keni idenë sa komod që është, paktën për ne që jemi me fëmijë, po s'është e lumi dje, po edhe ne tjere që bëjmë snowboard skiojmë, sa komod është që ti del direkt, bën ski dhe futesh brenda dhe vazhdon me jetën. Edhe dje fjeta shumë herët, fjeta me bato nga ora 10, se nuk po rria dot më shumë. Dje bato bërë një përjashtim të vogël,
ndeti pak më shumë, sepse pasi ikëm dështuam që u mbyll ky bari poshtë pista, shkuam në qendër, po edhe atje s'kishte lëvizje fare dhe tham vetë, okej, kthehemi, ndërkohë rrugës e zuri gjumi dhe ishte ora 6. Pastaj kur e zgjova ishte aq i erm, qante, bënte. Pastaj u ftyllua në spa, pastaj qau prap, nejse, në përgjithësi u kënaq shumë. Pavarësisht se patëm ndonjë skem pak irritimesh, po ajo që ka ndihmoi më shumë janë disa lodra që i kam marrë, që pat dhe duke lozur. I kam marrë, po bato, i kam marrë këtë librin, që është me muzikë, me zhurma që bën. Dhe bato i ka shumë qef. Gjithashtu ka gjetë këtë gjën nga mbrëm edhe se lëshon. Por i thash Hekrit me qemi me pushime, le të bëjmë pak përjashtim. Sikur po vi. Hajde Lopen. Do të bëj dele. Hajde ta bëjmë delën bashkë. Një tjetër libër i ka marrë këtë. Edhe ky është shumë i bukur, më pak ka pëlqyer shumë. Kafshë të egra dhe me 25 ngjitse magnetike. Dhe këtu ti për shembull i mëson gjëra fëmijës dhe nëpërmjet lojës kalon kohën, mëson gjëra të reja. Këto janë magnetike dhe në bazë të situatës që lexoni këtu vendosen. Tani hypi te traktori që i ka marrë për bor. I ka marrë dhe këto trenat, këto ja ka bler mami, faktikisht janë me magnet, por nëse gjeni gjëra të ngjashme, bati ka shumë qef dhe ndoshta mund t'i ketë qef dhe toddleri juaj. Të dy këto librat i kam porositur të Buzuku dhe këto kohë të fundit Buzuku ka libra shumë të bukur për fëmijët dhe nuk e di sa gjëra të bukura më duke gjetur dhe shqyqy që i kisha me vete sepse dje kemi ardhur pak herët dhe na është deshur që të presim për check-in-in dhe në bato nuk e kishte veshur rrobat e borës as unë dhe nuk mund ta nxjerrja shumë gjatë jashta dhe mbajta brenda në hall dhe këto libra më ndihmuan. Sigurisht patëm disa momente që ishin, por të paktën këto më ndihmuan të shtyj kohën. Ja ku është dhe Hekër, mirëmëngjes. Hekër. Është në gjumë akoma. Kjo është një pjesë e mëngjesit. Ja dhe Bato ka marrë ta gjëra. O Bato, ha. Dhe kjo është gjithë salla. Mëngjesi më pëlqeu shumë i mirë. Ka çdo gjë dhe të bollshme fiks dhe për ato që skijojnë për të djegur energji. Unë ndrova shpejt me rroba skish, sepse Bato nuk donte të rinte fare në shtëpi. Donte vetëm dhe ka qarë, sa jam ndruar unë 5 minuta, ka qarë kështu gjithkohës boja. Ndërkohë Hekri me Lumin shkuan, përfitojnë nga rasti që të bëjmë pak snowboard tani, duke qenë se ndoshta mbas dite përkeqësohet koha, po koha është shumë e bukur njerëz. Jemi këtu tek ambienti jashtëm i hotelit dhe këtu po los Bato. Më pastaj mendova të zbres tek pista që të provojmë pak skit me Bato. Ndërkohë Bato si ka marrë me vete këto lopatat e rërës edhe kamionin e rërës për të lozur. Një mënyrë interesante për të kaluar pak kohën me Baton. Është pak vështirë me fëmijët e vegjël. Vazhdoj unë me këto leukoplasta. Këto leukoplastat ishin shumë mirë, kam marrë te Vitanet. Do t'ju tregoj pastaj disa gjëra që kam marrë me vete të reja. Kam shumë gjëra që për t'ju treguar, se sigurisht kam bërë mungesa vlogje. Tani ulëm poshtë, erdhëm me Baton dhe do pate, po, do të marrë mama pate. Po rrim këtu, po bresim Hekrin që po zbresin, trim pak dhe ma ato pastaj.
Në shtëpinë hotel, ka zuri Baton gjumë të pista poshtë dhe këtu është një malore e vogël, por që me borë dhe me Baton që flen edhe me kamionin dhe backpackun e bëra një karju të mirë sa. Kjo është bluza ime e setit për sa i përket e rrobave termike. Poshtë kam vesh ngjyrë bizele si kjo dhe ta marr pak vetë. I kisha thënë Hekri që po të presim këtu, po pastaj thash që anullohet çdo gjë. Vazhdo me skimin, snowboardimin, qita gjërat e tjera. Okej, unë do të sëmoj pak se djemt kanë lënë mjetet për të bërë video, foto, gjëra, se kanë marrë aparatin me vete, kanë marrë të gjëra me vete dhe prandaj unë këtë vlog po e bëj me telefon, për që më praktike se ato janë duke xhiruar, duke bërë gjërat për qefin e vet. Këtu më duket se mbrau çupi borës. Dhe rrobat e skimit nuk pëlqejnë fare, by the way, por që s'ka gjë, duhen se të mbajnë ngrohtë dhe se kemi ndjerë fare, kemi ndetur 1 orë poshtë edhe Bato ishte super i ngrohtë, tani është duke fjetur në dhomë. Ja ku jemi sërish në aksion, mbasi fjeti 2 orë Bato, edhe sa bukura që janë këto syze. Përveç se ta mbajnë shumë pastër shikimin. I ka marrë sigurisht atje ku punoj, unë e ngarkova me kamionat e Batos dhe tani gjeti një beb që pëlloz dhe herdi Hekri e mori Baton se unë bas aventurës së paraditës tash. Ja, shikojni, aty ishte akull, Bato po flinte dhe unë e kam gjitur. Ju thash sot që duket pak, por besoni me bordha me një fëmijë që flen nuk është pak. Ja dhe Hekri në veshjet e snowboardit. Hama. Bë makinë sepse do shkojmë në një restorant tipik si një të famshëm këtu, që më ka quar Hekri dhe herë tjera kam qenë famshëm. Se të thënë kështu, mos prisni ndonjë me Michelin star, por që do hikim se është shumë interesant ambienti. Madje kishte nxjerrë dhe Emina Çulmulaj, se mos ja ngatroj mbi emrin, si ishte në të njëjtin hotel me ne, dhe madje luajti pak me Baton, kur ishte Hekri poshtë, dhe Hekri më tha që më duket ishte ajo, tha Hekri ishte shumë e sjellshme, dhe thash Hekri sigurisht, thash pavarësisht se njerëzit bëjmë famë, bëjmë lek, po ideja është që edukata dhe mirësia duhet mbeten, dhe unë këtë gjë e vlerësoj shumë tek njerëzit, sepse jo të gjithë njerëzit e kanë. Unë vazhdoj me këto likoplastat, por që janë shumë të mira, ishte zbulim edhe top. Një tjetër zbulim shumë interesant dhe nuk e di pse nuk e kam zbuluar më përpara, ishte ky stiku nga Kokoso. Është një baby soft balm stick me bazë kokosi dhe ishte perfekt për të marrë me vete kur është shumë ftohtë ose kur fëmijës i thahen shpesh faqet, dhe ishte shumë komod për të përdorur dhe shumë i mirë. Bato një moment ra pak nga slita dhe u vra, por me këtë menjëherë u bë më mirë dhe sigurisht ja ka mbajtur faqet shumë të hidratuara, përveç se është shumë i lehtë për të aplikuar, se Bato ka shumë vezdi kremrat, sidomos letrat e lagura në fytyrë, kremrat në fytyrë i ka verrem, dhe me këtë e kishte shumë qef, thjesht e aplikon kudo, shumë thjesht dhe ishte shpëtim. Këtë e porosita te Prime Distributor, po ju vendosu dhe këtu screenshotin e faqes në Instagram, gjithashtu kam porositur dhe gjërat e tjera, por do t'ja tregoj ndoshta më vonë kur të kthehemi në hotel, pasi të shkojmë te Behia apo më Behia. Se dje ja futa, ja bëra çaj tash dje Hekër. Ja thash Shefkia, po nëse ngjajnë, shkojnë si jemi.
vendi shumë karakteristik dhe ka shumë pak vende për të ulur, por ja vlen realisht të ndaloni. Këto turshit janë një nga gjëja ime preferuar, domethënë, dhe po i komentoni me djemt. Këto janë pikante, unë s'do i provoj se nuk i ha, por këto janë shumë mirë. Kanë shumë, ha? Merret bëfni. Gjitha këto janë gjëra shumë tradicionale që bëjnë. Kjo është mish i terun, kaçamak, edhe mish viçi i pjekur lehtë. A bash. Ky kaçamaku mund ta ha një tepsi vet, ndërkohë Bato po adhuron mishin. Edhe është aty me hekrin. I kthym në bazë. Dhe tani gati për spa. Djem se unë kur të harroj mos të marrë kostum. Shtëpia është super e pastër, se kanë qenë. Dhe pamja është akoma dhe më e bukur. Kam marrë këtë tërshërën që kam filluar t'ja përdor tani, sepse Bato zgjohet herët dhe sigurisht kërkon për të ngrënë, përpara se të shkojmë pastaj të hanë te hoteli. Dhe është shpëtim në këtë raste. Ndërkohë Bato është duke lozë në lumin. Bato! Ok, kush vjen në udhëtime me ne, bën dhe datom gratis. Apo jo lum. Tani do t'ju tregoj disa produkte që kam marrë për Baton. Nisa t'ju tregoj, apo pastaj qit herë kështu. Nga brendi Kokosi që më pëlqeu shumë dhe ishte zbulim dhe ja u këshilloj realisht. Sidomos për mamat që jetojnë në vende të ftohta, që bebia, fëmia ju thahen shpejt lëkura, Bato komplet e ka të tharë kryesisht lëkurën dhe siç u thash, krema që kam përdorur, që më ka këshilluar mjeku, bë më 2 vite që ja përdor dhe nuk është se shitja më rezultatin e fillimit dhe kisha realisht nevojë të ndroja. Kokoso është një brand nga Anglia, por që është i bazuar në përbërës për kujdesin e lëkurës, skalpit, delikat, sensitiv, me bazë kokonat, kokosi, organik, pra bën shumë kujdes në përbërësit. Ju e dini që jena me fiksuar me këto gjërat, sidomos për sa i përket Batos, dhe ka qenë një zbulim faktikisht, sepse unë ju kam treguar diçka tjetër, nuk e ka parë me vete, por nëse mbani mend, do t'ja vendos këtu figurën, unë kam pas bler para shumë kohësh një tip brashi, furçe për të larë skalpin e Bato, sepse Bato ka tendencë të bëjë rrebull edhe tani. Kur porosita këtë pjesën e skalpit për fëmijë, më erdhi set, por mund t'i blini gjërat edhe veshmas, po unë preferova t'i marr set dhe më erdhi kjo Happy Scalp, që ja përdor Batos, ja kam përdorur këtë javë dhe kam vënë re diferencë. Pas larjes, mund t'ja përdorësh edhe 2 herë në ditë në varësi dhe të gjatësisë së flokëve të fëmijës. Unë ja kam përdorur 1 herë se Bato i ka shumë të gjatë flokët. Para se ta laj, i vendos këtë produktin këtu, që është përveç ka aromë shumë të mirë kokosi. Kam marrë edhe kremin për trupin. Kjo është shumë i mirë sepse përthithe me një herë dhe nuk lind atë efektin e lagësh në lëkurë që Bato e urren. Dhe të njëjtën set kam marrë edhe larsin e flokëve dhe të trupit, atë kam marrë me aromë lavandër. Produktet janë pa aromë ose me aromë lavandër dhe edhe kjo ishte një pik plus, sepse ju e dini kryesisht Batos mundohen t'ja marrë pa parfume dhe pa aroma, por edhe në rastin e aromës është me lavando, kështu që është me aromë natyrale. Pra, siç ju tregova, bëjnë shumë kujdes ndaj produkteve. Seti që mora kishte edhe këtë brashin, edhe kjo ishte shumë i butë dhe perfekt për të krijuar flokët e fëmijëve, por në rastin e Batos, këtë ja përdor me njëherë pasi lahet, pastaj në përditshmëri i ka pak të gjatë aktualisht për t'ja përdorur këtë, por është shumë e mirë. Në fakt, unë bëra një porosi pak të madhe, sepse, siç ju kam treguar edhe në Instagram, riporosita produktet Jack and Jill për sa i përket higjienës dentare të Batos. Mi keni parë shpesh herë në vlogjet e shkurtra, në vlogjet e gjata që përdor këtë brandin australian, që është shumë safe,
është i përbërë me përbërës natyral që mund të gëlltitet nga fëmia pa problem. Këtë herë, ndryshe nga herët e tjera që ka marrë pastën e dhëmbëve pa shije, këtë herë e ka marrë me shije, ka marrë banane, strawberry dhe kjo është berries and cream dhe këtë kemi hapur parën dhe Bato e pëlqen shumë. Bashkë me këto kam përositur edhe furçën që kemi hapur dhe kemi përdorur. Bato hajde! Dhe kam përositur edhe këto fil dental. Që faktikisht Bato është pak herët për të përdorur, por më mirë të filloj tani se duhet të keni parasysh që unë një nga gjërat që kam më fobi tek fëmijët është që t'i prishen dhëmbët dhe nuk e di, shpresoj mos ndodhi asnjëherë, prandaj mundohem kujdesem maksimalisht dhe mos t'ja pas sheqerna gjëra për shumë arsye. Këto ishin shumë interesante sepse kanë formën e gjirafës dhe e bëjnë pjesën e pastrimit të gojës akoma dhe më fan, përveç faktit se këto janë të përbërë nga përbërës natyral dhe kjo e bën shumë të lehtë edhe të riciklohen, që edhe kjo është një fakt tjetër shumë i rëndësishëm. Më kishin futur në porosin që kisha bërë edhe 3 pako nga water wipes. Këto ja kam përdorur kohët e fundit Batos për t'i pastruar fytyrën, duart, përveç se pjesës së pelenës, sepse ato letrat e lagura normale nga brendet e tjera që i dim të gjithë, Bato i ka bezdi për shkak të aromës dhe për shkak se i laget fytyra. Dhe këto më kanë surprizuar shumë, realisht, për mirë, nuk i njihja më përpara dhe më duken shumë interesante. Ja, i gjeni në çdo farmaci ose mund t'i porosisni drejt për drejt tek faqja e Instagramit ose në web te primedistributor.al. Do t'ja vendos dhe faqen për t'ju ndihmuar. Kam të disa produkte të tjera në shtëpi, të disa gjërave të tjera që kam porositur për Baton, po avash do t'ju tregoj dhe ato. Sot ju tregova pak a shumë çfarë kisha marrë me vete. Ja, Bato hapi brashin. Brashi vjen edhe me këtë trastën. Shve sa cilësi që është. Dhe po flisja me Olën, e dini partnerin e vllajt tim, edhe më tha që ka një set shumë i bukur edhe për të bërë dhuratë, për të dhuruar kur lind dikush, për kujdesin e fëmijës, sepse realisht ja vlen. Unë i kam hap setin se e kemi përdor, isha shumë kurioze të ja përdorja Batos dhe kam një javë dhe kam vënë shumë diferencë tek skalpi Batos, tek lëkura e Batos, që ka shumë tendencë për të bërë ekzem, kështu që pavarësisht se kujdesem shumë me sa i përket sheqernave, brumrave, këtyre gjërave për Baton, por Bato ka pasur gjithmonë tendencë, plus edhe Hekri ka ekzem, vlla im gjithashtu vuan me probleme të tjera të lëkurës, kështu që e di që prandaj preferoj gjithmonë të zgjedh produkte, të gjej zgjidhje tek produktet më të mira të mundshme që kanë përbërës natyral, pa parfume, pa kimikate, kështu me radhë, si imagjino çfarë ndodh lëkurës pastaj. Shumë herët që do të bëmi gati. Jam duke përdorur face cream Night Bliss nga Ara Herbs. Faktikisht ky është kremi natës, por këtë ditë e kam përdorur gjatë gjithë kohës, sepse për të më dhënë atë efektin ekstra, më të hidratuar, për të ndihmuar pak edhe me ftohtin, sepse sidomos dia ka bërë shumë ftohtë. Dhe thënë drejtën, lëkurën e kam pasur shumë mirë. E ka bërë punën. Night Bliss është një krem që e kam shumë qef, përveç se përmbajtjes që ka. Më pëlqen shumë edhe aroma e mjaltit. Dhe argan, ushqen shumë thellë lëkurën. Dhe është perfekt, mendoj. Tani nga mbrapa kam valigjet që kam nis t'i bëj. Bato është na shëgjuar që më 5 sot. Dhe tani të mbyll me gjërat, të përfundoj të bëjmë gati dhe të shkojmë tanë. Disa nga make-upet që kam përdorur këtë ditë. Kjo është hera e parë që përdor këtë blushin dhe mund të them që më pëlqeu shumë. Ja, po vjen dhe Bato. Dola këtu jashtë që të bëjmë gati sepse brenda nuk ka dritë fare, sepse i kam bërë kështu si të errta për shkak të arkitekturës, estetikës, modit dhe nuk shoh asgjë, por që siç po ju thoja, këtë e mora tek Anais Cosmetic herën e fundit, ma këshilloi Anisa dhe jepte fiksa të
idenë e sikur sankest dhe ngjyra më shkonte shumë çuditërisht, sepse kisha vetëm një blash që përdorja gjatë gjithë kohës që ma keni parë, por do t'ju tregoj me detaje ndoshta një vlog tjetër bëjmë ndonjë make-up tjetër. Ja dhe make-upi shumë thjesht, po shi sa bukur, sa glow. Do t'i hedh disa produkte flokëve sepse këtu nga ftoti gjithashtu sahen shumë. Do përdor këtë leave-in conditioner të Ada Herbs. Është gati drejt fundit. U bën 6 muaj që e përdor rregullisht dhe shife sa ka zgjatur, unë e përdor shpesh. Besoj më keni parë edhe në Instagram. Nuk e di, nuk po del më. Ja, do ta nxjerrim deri në pikën e fundit. Ndërkohë, Bato është duke zgjuar lumin. Dhe do ta vendos tek majat, zakonisht unë e përdor në flokë të lagur, por në këto raste kur është ftohtë, shife sa shkëlqim flokët. Herë nuk kam vendosur as vath të mdhej, sepse duke u marrë me skira, me gjëra, dje tentova dhe pak snowboardin, por sigurisht me Baton me vete, shumë vështirë. Domethënë, ndoshta vitin tjetër kur ai të filloj realisht të mësoj skit ose snowboardin, do ketë një mundësi që edhe unë të rikthehem pak në mësimet e mia. Do t'i ngrej kështu, sepse do vendos një kapele. Nëse nga kokoret, nga kapelet, çdo gjë balluket kanë hik përfiq, do përdor edhe parfumin Ada Herbs me trëndafila. Nuk kam përdorur parfume këtë herë, i ka përdorur Hekri. Kemi marrë me vete, ai ka marrë me vete Suflo, atë që i dhurova për Shën Valentin. Dhe do t'ja tregoj se e kam mbyllur tani. Dhe i pëlqen shumë, ndërsa për vete thjesht kam përdorur këtë parfumin e flokëve Ada Herbsit, sepse duhet qenë se kam bërë dhe gjithë ditën me Baton, nuk kam preferuar parfumra. Dhe ja jemi gati për orët e fundit këtu. Dhe siç po ju thoja, metodë është shumë bukur, sepse Bato për herë të parë pa borën, si pak më i rritur, se ka qenë dhe më i vogël në Prishtinë, po se ka patje. Dhe i pëlqeu shumë, por nga ana tjetër lodhej, donte të rinte në krah, bezdiste kur i lageshin duart, nga ana tjetër nuk donte të mbante dorezat, nuk mund ta lija shumë jashtë sepse i ftoheshin duart, se donte të luante, por nuk donte të bënte pis, një lëmsh total. Ishte shumë impenjative, merru me të, ju thash që dje zuri gjumin pist dhe kam bërë malorën. E kam bajt, nuk e di, gjithë kohës në krah, dhe është çudi sepse ai nuk para kërkon të rinë krah, por këtë herë ka kërkuar gjithë kohës, është përse mos jetë në një fazë re, se disa prej jush më thanë që është fazë re, edhe fëmia e tyre ashtu rrinë, kërkonte. Një tjetër më tha ka zëmë syshi, po unë këto gjëra nuk merrem me këto gjëra, ju e dini. Dhe thjesht po ja lej një faze, por i ka pëlqyer shumë, sot u zgjua dhe tha ikim te boja, se rës nuk i thot dot akoma, edhe tha ikim te boja dhe prandaj është duke bërë kështu gjithë kohës. Nga ana tjetër ka shumë fan, sepse e shikon që kënaqet, që gëzon, që luan, nuk e di, shumë gjëra. Domethënë është pak dhe impenjative, po dhe shumë fan, dhe ne ja kalojmë shumë bukur dhe u kënaqem shumë. Dhe kur shohim që Bato kënaqet akoma dhe më shumë, ndërkohë, like, shikoni shkëlqimin e flokëve të mi. Sa bukur. Dhe kështu, nëse do të vini me toddler, flas për një fëmijë në moshën e Batos, hajde në një vend që t'jetë komod, që nëse doni të keni, domethënë bor, duhet vini në një hotel si puna e Swiss Hotel, që është direkt në bor, direkt në pistë. Flas sidomos nëse keni dhe persona të tjera që skiojnë, pra siç ishim ne që ishim gjysma e grupit që do skijonte dhe gjysma e grupit që do thjesht do rrinte. Dhe jam duke shpresuar që kur Bato të jetë 3 vjeç, më në fund të filloj të mësoj, që edhe neve ta shijojmë pak më shumë, edhe ai të ketë mundësi ta shijojë më shumë borën, sportin, pra të filloj pak sportin. Tamam. Se neve kur kemi qenë vegjël nuk është se vinim të skionim, në Shqipëri nuk kishte pista, nuk dilim jashta, ndërsa shqiptarët e Kosovës pjesa më e madhe dinë skiojnë, dinë bëjnë snowboard, dhe gjithmonë sa ajo shkoja në Kosovë dia që do përfundoja
sa herë kam shkuar në Brezovic, të ndet në kafe, po, nejse, pastaj kam mësuar, I keni vlogje dhe të Brezovicës dhe të Kopalnikut, do keni dhe vlogun e Kolashinit. Ndërkohë po shoh që janë bërë gati për të shkuar për të ngrënë, kështu që e vazhdoj muhabetin poshtë. Imagjinoni, I veshëm këpucat se që dhe ikim, dhe tha, jo këpucët e borës, tha, o këpucët e borët o s'ka, o këpucët e borës o s'ka, dhe detyrova mbi tutat dhe hudin I veshe këpucët e borës. Ja. Hamare! Shqy që I kisha marrë të rëshër me vete, sepse qëm 5 që është zgjuar sot, nga që mbrëm darkë nuk hëngri shumë dhe fjeti herët se ishte lodhur, sot na ka kërkuar 2 pjata gjys full me të rëshër ka ngrënë, dhe pastaj pasi hëngri ra qetësi dhe tha ikim te boja. Ikim te bora. Domethënë e mësoj ka shpejt borën tha. Hajde Bato. Sot është dita shumë e bukur. Të parit I morëm Batos për të ngrënë dhe ndërkohë Hekri po merr për të ngrënë për vete dhe unë do vazhdoj me turnin. Ka marrë edhe gotën që e kem përdorur shumë siç u tregova dhe do ta mbush me ujë. Ndërkohë Bato në dëgj. Ujë tani do t'jap unë, ndërkohë Bato në dëgjonin sfond. Ka sjellun ujin tani. Ja dhe Hekri po vjen nga sektori I brumrave. Kishte marrë byrek shpojnë. Nuk rrin do të larg borës dhe nxora këtu në balkon, ndërkohë shifë çfarë ditë sot. Wow. Okej, më duket se aventurës tonë po I vjen fundi për këtë herë. Duhet të rriadhe më shumë këtu. Bato. O lumi. Po të stres. O Bato. Po ndrojnë vendet për shkak të snowboardit. Ja, po sistemojnë tani sërisht. Dhe Bato po I ndihmon. Hello miq, sapo erdhëm në shtëpi. Ka qenë një rrugtim se kishte shumë trafik në Shqipëri, pjesën e Shqipërisë, dhe ja Hekri po bën ngarkimet, shkarkimet e radhës. U kënaqëm shumë dhe realisht nuk donim të iknim. Kemi ikur shumë me keq ardhje. Se zakonisht tani që jemi me Baton, pas një farë periudhe themi gjithmonë o let ikim nga këtu, të bëjmë diçka ose të kthehemi në rutinën tonë. Anyway, na ka pëlqyer shumë dhe shpresoj të kthehemi sa më shpejt. Ju kam harruar t'ju tregoj diçka. Tek restoranti Behia që kemi qenë, që ju tregova dhe kemi qenë dhe herë të tjera, presin se Hekri shkret. Shikojeni këtu, madje kemi dhe rrota në shtëpi. Ja dhe këti e 3 bardhosh I shtëpis. O Rio, qa ke marrë aty? Qa ke marrë? Si që po ju thoja, restorantit e Behia, që ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe që ja u këshilloj, por në kohën që kam qenë me Hekrin, kushtonte realisht pak, kurse dje kemi paguar 3 veta dhe Bato, por që kemi marrë ato pjatat që shihni, pra kaçanikun, kemi marrë mishin, që ishte kështu, nuk e di si e quanin ato, që ishte I zirë nga dalë, kështu më radhë, pak proshut edhe turshit. Pastaj për të pirë kemi porositur një kola dhe 2 rakit vogla, që porositur lume me Hekrin, kemi paguar gjithsej 97 euro. Po ja them të gjë që ta keni parasysh që kishte rritur goxhash çmimet, eksperienca shumë e bukur, ushqimi ja vlen, por në rast se keni dhe opsione të tjera në Kolashin më pak të shtrenjta. Kështu që se ju e dini që ju tregoj gjërat siç janë, sepse është më mirë. T'ju them gjërat deri në fund, jo vetëm t'ju tregoj pjesët e bukura, por edhe faktin që shumë gjëra ishin shtrejtuar në krahasim me gjërat që kanë qenë më përpara, por besoj kjo po ndodh gjithandej. E thën kjo
Nëse shkoni në të njëjtat vende që kemi qenë dhe neve, më komentoni poshtë. Gjithashtu më komentoni nëse ju pëlqeu ky vlog, sugjerime për vende të tjera që duhet vizitojmë, sepse këtë vit kam dëshirë që me Baton të vizitoj më shumë vende, me që është rritur pak. Dhe kaq, ne do shihemi në vlogjet e ardhshme. Mos harroni të më bëni subscribe, të më komentoni, të më ndiqni. Ju dua shumë.